Virtyte të tjera të Imam Aliut. 1. Aliu është mbajtës i flamurit në Khajber dhe ai Aliu e do Allahun dhe të dërguarin e tij dhe Allahu dhe i dërguari i tij e duan atë. Buhariu përcjell në librin e tij me zinxhir transmetimi nga Sehl ibn Saad, Allahu qoftë i kënaqur me të, se ka thënë: ditën e Khajberit i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: do t'ja jap këtë flamur nesër një burri që Allahu do të sjellë çlirim me të, e do Allahun dhe të dërguarin e tij, por edhe Allahu dhe i dërguari i tij e duan atë. Gjatë natës njerëzit mendonin se cili është ky njeri fatlum për të cilin po bën fjalë i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kur erdhi i mëngjesi, të gjithë u mblodhën tek i dërguari i Allahut, secili shpresonte që ta merrte flamurin. I dërguari i Allahut pyeti ku është Ali ibn Ebu Talibi. Dikush i tha: o i dërguari i Allahut, ka dhimbje të syt. Shkuan e morën dhe e sollën Aliun pranë të dërguarit të Allahut. Në këtë moment i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, vendosi pak nga pështyma e tij e bekuar në sytë e Aliut dhe u lut për të. Aliut ju shoruan syt sikur nuk i ishin sëmur asnjëherë më parë. Më pas i dha flamurin. Aliu i tha: o i dërguari i Allahut, do të luftoj me ta derisa të bëhen si ne. I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i tha: urdhëroi njerëzit e tu që të deportojnë të ata deri në mesin e tyre. Më pas ftojini në Islam. Tregojuni atyre se cilat janë detyrat karshi Allahut. Pasha Allahun, udhëzimi i një njeriu të vetëm nga dora jote me lejen e Allahut është më e mirë për ty se çdo mirësi që ndodhet në këtë botë. Këtë hadith e transmeton një numër i konsideruar sahabësh dhe e kalon te Buhariu dhe Muslimi në shumë tema dhe kapituj.